do të lutesh për ta që t'ja u bëj Zoti rrugën e lehtë për xhenet, që Allahu t'i mëshirojë ata. E tash për me e fuqizu këtë farë hadithit pejgamberit alayhis salam, vjen në surën Kehf një citat shumë i shkurtër, një matricë e vogël, wa kana abuhu salihan, dhe baba i tyre ishte njeri i mirë. Pra baba i tyre për djelmoshat që ishin jetima, ishin një disa vezë jetima, e kur ka lënë mësoj me hidrit, ja u rregulloi muret. Mirë po, ata banorët ati vendi nuk jo abin as buk me hangë, i presin keq. Ky shkoja u rregulloi dhe muret hidrit. Mësoj thot, qysh burri e ka u rregulloi dhe muret, thot ta buks në dhe me hangërna. Po për të tha se ka një hikme këto, ka një urtësi kjo punë tha. Wa kana abuhu salihan, tha baba i tyre u njeri mirë tha. E unë ja rregullova murin që kur të rriten ta fëmijët me pas pasuri. Se baba i tyre u njeri mirë. Në të pak. Pra baba i tyre u njeri. Pra baba ka bon punë të mira, djali ja shahoi. Fëmia ja shahoi. Pse? Pra si thon, edhe të na ke po thon, kur kanë bon prend keq i kanë kujt edhe fëmia pasojat në fatkeqësisht. Prandaj tash ti ka dhe për këto zgjidhje. Qysh është zgjidhja? Nëse kanë bon prend tunë gjona gabime Zoti fol ata. Na do të me bon ezra, me bon mirë, me bon sadako që me avlet skolla aty edhe neve. Prandaj njeriu do të bëjë sadako për çdo pjesë trupit të tij. Sepse sadakoja e largon belet. Sadakoja shton pasurinë. Sadakoja i shton të mirat, i largon smundjet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë jepni bamirësi sepse bamirësia largon smundjet, i largon belet.